E thot të mjeku, këto janë të vetmet pjesë të trupit që duhet t'i lani çdo ditë. Gjatë 24 muajve të fundit, kemi dëgjuar her pas here se sa e rëndësishme është të lani duart dhe të pastroni trupin vazhdimisht, dhe meqense kjo vazhdon të jetë, mund të shfrytëzoni dhe të supozoni se pastrimi i rregullt i pjesëve të trupit është gjithashtu një ide e mirë. Megjithatë, kjo nuk është domosdoshmërisht kështu sipas disa mjekëve. Në fakt, o dushja ose larja e tepërt mund të bëjë më shumë dëm se sa dobi. Sipas një mjeku, ju duhet të laheni me sapun vetëm 3 pjesë të trupit: sqetullat, ijet dhe këmbët. Të tjerat, një shpërlarje të thjeshtë me ujë dhe gjithçka që nevojitet është edhe pastrimi të paktën 2 herë në javë. Sandy Stokes, asistent e profesorit dermatologjist në Universitetin e Torontos, thotë së fundmi se duhet të pastrohen koka, këmbët me sapun me ujë, por pastrimi i tepërt i tyre mund të çojë në ekzema. Përdorimi i sapunit duhet të bëhet jo më shumë se 3 herë në javë.